Në Kuvendin e Shqipërisë ka mbërritur raporti vjetor i qeverisë lidhur me ecurinë e procesit të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, bashkuar këtu dhe raporti i 3 muajve të parë të vitit 2026. Ajo që duhet t'ua themi me shumë krenari shqiptarëve, nuk është shpresa apo mallkimet e atyre që për ditë mundohen thonë që negociatat kanë ngecur, që Shqipëria është bllokuar, është fakt nga Komisioni Evropian, nga Parlamenti Evropian dhe nga Këshilli Evropian, nga të treja institucionet evropiane, se Shqipëria sot ka përmbushur të gjitha detyrimet që vijnë nga procesi i antarësimit të Shqipërisë son të përbashkët në Bashkimin Evropian, të gjitha piketat e ndërmjetme, detyrimet që kishte Shqipëria sipas raportit të Komisionit Evropian janë përmbushur. Ka një procedurë që të gjithë e dimë, e cila nga Komisioni kalon tek Këshilli, nga Këshilli te vendet anëtare, dhe një gjë është e sigurt që brenda fundit të majit apo fillimit të qershorit, sikurse u komunikua dje nga komisionera Kos dhe dje nga zëvendës presidentja dhe komisionerja e lartë Kaja Kallas, se pritshmëria e Shqipërisë për të përmbyllur procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030 është shumë realiste. Madje po citoj këtu komisionerën Kallas, e cila tha që Shqipëria bashkë me Malin e Zi duhet të bëhen gati për të marrë pjesë në zgjedhjet europiane të vitit 2029. Ky është fakt. Sa i përket gjithë këtyre emaileve që the, habereve që the, ne dim fare mirë ajo që bën ju. Dhe nisisht hiqni dorë nga gjithë kjo baltë që hidhni kundër Shqipërisë. Nuk e keni Shqipërinë vend armik, po jeni pjesë e pazëvendësueshme e demokracisë së vendit tonë. Ne nuk ju zgjidhim dot ju, as ju nuk na zgjidhni dot ne. Por është momenti i duhur historik që të punojmë gjithë së bashku për ta çuar këtë aspirat historike të shqiptarëve pas 35 vjetësh punë të përbashkët. Përfundoni ju lutem. Në shumicë, por nuk ju bën nder as pak që të shani nga mëngjesi darkë Shqipërinë. Ejani dhe lexojeni me vëmendje raportin që do të miratoj Parlamenti Evropian në afet në datë 5 maj, ku ju bën ju një thirrje për të bërë pjesë e gjitha proceseve. Ne kemi gatishmërinë, punojmë me ju për gjithçka. Por edhe ju duhet merrni përgjegjësitë që ju takojnë. Faleminderit zoti kryetar.